Rrëmbyesi telefonave Velia i sulmon Olsi Dadon nga Burgu, e ka katandisur shtetin me WhatsApp, i shkruante gruasime. Erion Velia i reagon nga qelia, postimi plot. Shteti me WhatsApp. Mirdita dhe veçmërsi për secilin prej jush, sidomos ato që agjirojnë. Zoti u apranoft, por me që shejtani nuk merr pushim, detyrojmë edhe unë të luftoj për ditë me xhelisin social. Nga Burgu, ku jam kyç pa gjyq prej një letre anonime që vetingu ilegal 20 vjetëve pas një akuzë formale dhe fal një prokurori lunatik dhe një gjysmë politik. Ju tregova 3 shtylla patetike për burgosjen time, as kam ikur nga Shqipëria, as kam prishur prova, as përbëhej rrezikshmëri e lartë shoqërore. Argumenti fundit, por edhe më i dëshpëruar i Olsi Dados është tekstualisht ky, shkruar nga dështaku violinist Dora Vet, faqja 227. Sjellja e shtetasit Erion Velia i kur bëhet fjalë për komunikimin e përdorur me hetuesit e BKH-s dhe kur ajo në shfaqur për t'i lënë të shkruara mesazhet e tij intimiduese në adresë të organit procedues, dëshmon qartë profesionalitetin e këtij të fundit. Në faqen 361, copy-paste. Këtë e rithot edhe Erioni tjetër, Kasapi Bani, për të arsyetuar lënien time në burg pa akuzë zyrtare, se që ta dini ju, copy-paste është e gjithë dosja çka shkruan prokurori dhe notarizon gjykatësi pa marrës mundimin ta perifrazoj dhe këta të dy i lidh edhe literalisht Partia Demokratike, po sa turpa ma për jurisprudencën. Jo, më ta zbërthej pak të argument sigurim sash, në datë 28 dhjetor udhëtoj për takim në bankën botërore në Washington, në nisje të avionit. Më merr bashkëshorti e shqetësuar se një farë Samet Gurguri, emër i panjohur dhe me numër të panjohur, e kishte ftuar të kthehej edhe një herë në SPAK, ku kishte qenë më parë për 9 orë dhe 30 minuta deri në kufit e ezaurimit fizik dhe mendor përballë Fustanxhiu Tolzdado. Në gjendje të rënduar psikologjike, në mjekim dhe mes lotosh e vetme me djalin, më thotë se është totalisht e panikosur që ditë të shtunë, një ditë pushimi në vigjilje të vitit të ri, e gjendur edhe në mes të një sulmi histerik i jenash të gjërizeve politike e mediatike, i thuhet me një SMS nga një i panjohur, hajde sërish në SPAK. Po unë besoj bëra atë që do të bënte çdo burr, i rash telefonit të numrit anonim për të kuptuar se cili në punës shteti komunikon me WhatsApp të shtunën në sabah me një grua në prag të vitit të ri. Emri nuk u përgjigj. Numri nuk u përgjigj, teksa avioni bëj gati për nisje, duke qenë se u bë përsëritur që sapo largohesha nga jashtë vendit, Olsi i sulej familjes time, i shkruaj me SMS këtij Sametit, është ditë e shtunë, sabat. Edhe Perëndia pushon të shtunën dhe i kujtoj se është turp kjo përndjekje përsëritur e si me shoqe sapo unë largohem jashtë vendit dhe i them, thuaj Olsdados boll e molestove gruan time. Tekstin e plot e ka Ols Kafka, autori i këtij procesi absurd, rrëmbyesi telefonave tanë, që helbeten nuk ka asnjë provë, rëmon si ata perversët në telefona e Vrima Chelsea. Pas këtij teksti të rënd, rezulton se Samet Gurguri është intimiduar dhe i ka kërkuar Olsit të shtojë akuzat dhe të përligj burimin tim, ose Olsi është intimiduar dhe i ka kërkuar dashit tim Kasap të më mbyll brenda që larg qoftë hakmerre me të. Kush e di se si e ka imagjinuar Olsi hakmarrjen time fatale, por nëse na qenë ka intimiduar kaq shumë, si qenë ka e mundur që Gurgurit i hapën derën dhe në 31 dhjetor, kur erdhi në Bashkinë e Tiranës dhe qyri dokumenta pa pyetur për rregulla dhe hyrje dalje në një institucion shtetëror, u ul edhe në kompjuterat e stafit dhe kërkoi lloj-lloj informacioni të cilin e mori një me një. Madje nga intimidimi i madh që i bëra unë Erioni me një SMS normale. Sameti në 31 dhjetor qëndroi në bashki deri në orën 18 pasdites dhe pse dihet se në ditën e fundit të vitit zonjat dhe çdo institucion lihen të lira pak më herët se orari zyrtar për t'u marrë me përgatitjet e darkës së vitit të ri. Por jo, Sameti na ishte kail të qëndronte në Bashkinë e Tiranës dhe për ndërimin e viteve dhe ne ishim gatshëm që ta mbanim aty sa të kishte qef.
e nuk besoj se Sameti ta ketë parë këtë lloj respekti as nga kolegët e tij në godinën e SPAK. I bëra edhe një kërkim në Google të Sametit dhe më doli një specialist në Spital të Fierit, aktivist i Partisë Demokratike Degali Bofsh dhe komentues i rregullt kundër partizanëve, antifashist dhe antikomunist gjakatar. Unë jam shumë i lumtur që PD-ja ka deg në Libofsh. Pluralizmi në çdo cep të Shqipërisë është shenjë e një demokracie aktive. Jam gjithashtu i ngazëllyer që aktivisti si Sameti i japin partisë së Kënetës kohën, energjinë dhe statuset e tyre. Gjaku i ri për kërma si Saliu është jetik për mbjetesën e kufomës tij politike, por si zyrtar shtetëror Sameti duhet të çojë një fletëthirrje me letër dhe me vul, siç ja çon çdo varësi dhe siç do të duhet ja çonte edhe plasësit shkëlzen apo vrasësit Sali. Nuk besoj se Sameti atyre u shkruan o Sali ose o Zeno, siç më thëret mua o Erion. Dhe nuk besoj jo. E zgjon Arminën apo Lirin të shtunave në mëngjes pasi ka mbajtur nga 9 orë më parë, s'di ti ketë thirrur ndonjëherë, megjithse për fondacione jo transparente dhe mbathje transparente janë nona. Për të thënë, e janë edhe njerë këtej nga SPAK-u. Saliu me siguri do e kish djegur të gjallë Sameti në turne druve poshtë balkonit para se t'i çonte selam me ndonjë dru mbas koke, teksa intimiduari im ishte rrugës për Libofsh. Kurse unë bëra ato që do të bënte çdo burrë prind normal për t'i kërkuar të mos i ngacmonte familje në mungesë dhe të mos i dhunonte gruan ditën e pushimit zyrtar para vitit të ri. Por Sameti ishte një Sali vogël në atë rrethin e dadove të Saliut të madh, që edhe pse paguhen më shumë se presidenti i Republikës, e kanë katandisur shtetin me WhatsApp për qafime me mall.